9.5 lek për kilovator është çmimi i ri i energjisë elektrike që konsumatorët familjar do të paguajnë duke filluar nga 1 janari 2015. Enti rregullatori i energjisë prezantoi të premten heqjen e fashës prej 300 kilovatorësh dhe prezantoi tarifat e shërbimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike. Aktualisht, çmimi i energjisë për familjarët është i përshkallëzuar me 2 nivele, ku 300 kilovatorët e parë paguhen me 7.7 lek, ndërsa sasia sipër këtij niveli 13.5 lek. Për bizneset e vogla, ERE vendosi që çmimi të jetë 11 lek për kilovator, ndërsa ato të mëdha 14 lek për kilovator. Për furat e bukës, çmimi do të jetë 7.1 lek për kilovator, ndërsa tarifa e shërbimit për ata të cilët nuk harxojnë fare energji elektrike, tarifa fikse është 200 lek në muaj. Konsumator në 35 kV 9.5 lek, konsumator në 20-10 6 kV 11 lek për kilovator. Furra buke dhe prodhim mielli të lidhur në 20, 10 dhe 6 kV 7.1 lek për kilovator. Konsumator në 0.4 kV 14 lek për kilovator. Furra buke dhe prodhim mielli në tension të ulët 7.5 lek për kilovator. Familjarët 9.5 lek për kilovator. Tarifa për konsumin e energjisë elektrike në ambientet e përbashkëta 9.5 lek për kilovator. Tarifë fikse e shërbimit për leximin 0 200 lek. Po ashtu, ERE vendosi që çmimi i prodhimit për korporatën elektroenergjitike shqiptare të jetë 1.45 lek nga 1 lek që është aktualisht. Nga ana tjetër, enti la të pandryshuar çmimin e energjisë për operatorin e sistemit të transmetimit në 0.65 lek për kilovator, duke hedhur poshtë kërkesën për rritje në 0.75 lek për kilovator.